Greqia është rasti më eklatant i thyrjes së çdo norme dhe çdo standardi të procesit të votimit të shkruar në kodin zgjellar. Me sa shifet, rezultatet shkojnë nga 85% për PS-n deri në 99% shkojnë në Fier, mund të shkojnë në Berat. E njëjta fenomeni është në të gjitha qarqet, është një proces i pakontrolluar, siç e kemi thënë, nën kontraktorët e DHL-s janë në kundërshtim me marrëveshjen që është bërë midis KQZ-s për të ruajtur integritetin e procesit të votimit, me sa duket ka dështuar, për të mos thënë është korruptuar nga strukturat e pushtetit në Greqi. Procesi i marrjes së zarfës dhe i dorëzimit të zarfeve është bërë jo nga DHL-ja, pra nga njerëz krejt të tjerë, dhe rezultati që shohim sot është rezultat larg të qenë unitral. Partia Socialiste mund fitonte me votat, mund shtonte votat me votat në Greqi, por rezultati 99% mu personalisht më bën të mendoj se në 2025 mund të ndodhte në Korenë e Veriut, përpara ndryshimit sistemeve ka ndodhur në Shqipërinë tonë të dashur, por kjo është partallimi total i procesit zgjellar. Nuk ka rëndësi a ndikon në rezultatin e qarqeve apo nuk ndikon në rezultatin e qarqeve. Thelbësore është se procesi është demaskuar, është degraduar me procesin e votimit të marrjes zarfave dhe dorëzimit zarfave në Greqi.